Vendimi i gjykatës kushtetuese mund t'i dalë dardhë me besht presidentes së Kosovës Vjosa Osmani edhe një herë. Kjo, nëse aktgjykimi për dekretin e shpërbërjes së kuvendit, të cilin presidenti e nxori me 6 mars, rezulton të jetë kundër saj. Në fakt, Osmani nuk ka një historik të mirë në raportet e saj me gjykatën kushtetuese. Presidenti aktuale ka qenë këshilltare politike e juridike e një ish presidenti tjetër të Republikës, Fatmir Sejdiu, kur ky u shkarkua nga pozita, pasi nuk ishte dhënë dorëheqje nga pozita e kryetarit të LDK-s, ndërsa ishte numër 1 në vend. Osmani është fajsuar pse nuk e ka këshilluar Sejdiun të largohet tërësisht nga partia, kur ky pati ngrirë atë pozitë. Rasti tjetër që shefja tanishme e shtetit e humbi me kushtetuesen ishte ai i vitit 2014, kur institucioni më i lartë juridik në vend ia dha të drejtën PDK-s ta ketë kryetarin e kuvendit, si fituese e zgjedhjeve parlamentare të atij viti. Osmani në këtë rast përfaqësonte LDK-n, e cila si parti opozitare aspironte që ky post i takoj bllokut Vlan, ku ishin vetëvendosje LDK, AK dhe Nisma. Osmani u përfshi në betejë ligjore me kushtetuesen edhe në vitin 2020. Në atë kohë ajo ishte pjesë e grupit prej 30 deputetësh të Kuvendit të Kosovës që u drejtuan kryegjykatës për të kundërshtuar dekretin atëhershëm të presidentit Hashim Thaçi për emërimin e kandidatit për kryeministër pas rrëzimit të qeverisë së Albin Kurtit. Edhe vula e këtij rasti ishte kundër saj. Kushtetuesja tha se veprimet e ish-presidentit Thaçi ishin në përputhje me kushtetutën. Një rast tjetër i rëndësishëm ku Osmani nuk kaloi mirë ishte ai i vitit 2025. Kur ajo në cilësinë e presidentes ju drejtua gjykatës kushtetuese për të kërkuar interpretim lidhur me situatën e krijuar rreth konstituimit të kuvendit. Osmani kërkoi sqarim juridik për pasojat në rastin se institucioni nuk bëhet brenda afatit 30 ditor të paraparë në kushtetutë. Në të njëjtin kohë kërkoi edhe vendosjen e një mase të përkohshme për pezullimin e rrjedhjes së këtij afati. Megjithatë, disa javë më vonë, presidenti autorhoq nga procedura për shkak se sipas saj rastin e mori gjyqtari nga Komiteti Serb Radomir Loban, për të cilën tha se paraqet rrezik potencial për sigurinë kombëtare. Si në shumicën e rasteve të mëhershme dhe për këtë fundit me dekretin, presidenti ka pretenduar se ka të drejtë dhe se po respekton kushtetutin. Madje ka thënë se do ta mbrojë vendimin e saj nëse të tjerë t'ia sfidojnë. Prandaj sot në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, kam nxjerrë dekretin për shpërndarje të kuvendit. Dhe nëpërmjet këtij dekreti po kryej detyrimin kushtetues, i cili është i përcaktuar qartë. Në një republikë kushtetuese ka diçka që është mbi kalkulimet partijake dhe mbi interesat e momentit. Kushtetuta e Republikës së Kosovës. Kushtetuta nuk është tekst ceremonial. Ajo është kontrata jone e përbashkët si shtet. Është kufiri që politika nuk mund ta kaloj dhe busulla që institucionet nuk mund ta humbasin. Mbrëm, përpjekjet për zgjedhjen e një presidenti të ri dështuan. Ky dështim nuk ishte as rastësor, as i pamenduar, por përkundrazi, shumë mirë i kalkuluar dhe i ideuar, për fat të keq. Neni 86 i Kushtetutës përcakton se presidenti i ri duhet të zgjidhet jo më vonë se 30 ditë para përfundimit të mandatit të presidentit aktual. Mandati im përfundon me 4 prill 2026. Kjo do të thotë se 5 marsi ishte afati i fundit kushtetues që kuvendi të zgjidhte presidentin e ri. Ky afat ka skaduar mbrëm në mesnatë. Pra nuk kemi të bëjmë me një debat politik. Kemi të bëjmë me një fakt të qartë kushtetues. Kuvendi i Republikës së Kosovës ka dështuar të përmbush një nga obligimet e tij themelore kushtetuese. Kushtetuta nuk është shkruar për interpretime që relativizojnë peshën e saj. Ajo është shkruar për ta garantuar funksionimin e shtetit. Statusi i dekretit të saj për momentin është në masë mbrojtëse, sipas vendimit të kushtetueses më 9 mars. Fati i tij i plot pritet të dihet më së voni më 31 mars.